Na fol pak më shumë për filmin më të ri që pritet të realizohet. Atëherë është një zhanër horror, splatter, domethënë gjak. Që nga egër fare, domethënë. Po, shumë egër, me prerje fyti, kokë, dorë. Po. Gjithçka gjymtyrëve të tjera të trupit. Okej. Crazy. Këtë film e kam krijuar para 4 vitesh, ku ka qenë në karantinë, edhe duke parë risin në një shtet të tillë, mentaliteti që kemi ne. Tash pse jo mos ta provoj diçka, edhe më rezultoi suksesshëm. Po çfarë të frymëzoi për të provuar një zhanër të tillë, sepse me thënë drejtën nuk është lëvruar më përpara në Shqipëri, një e para dhe e dyta kam përshtypjen që duhet të kesh hasur edhe shumë vështirësi. Patjetër, kjo ishte arsye vetëm që duke parë zhanret e filmave që janë krijuar nga komunisti, nga kinostudio, filmat me luftë. Me luftë, Partizan, pse mos ta bëj edhe unë një diçka të tillë lirisi, paktën të mban mend, edhe nëse nuk do më shkoti suksesshëm, apo të krijonte të ardhura si çdo film i suksesshëm këtu, tash të mbajmë